Disa orë para përballjes të Kosovës me Slovakinë, do t'i pyesëm kolegët tonë të Telegrafi se si e parashikojnë ndeshjen. Unë them 2-0 pasi dim të surprizojnë. 1-0 për Kosovën. Parashikimi jam për këtë ndeshje shkon 2-1 për Kosovën. 2-1. 2-0 Kosova. Unë po du me besu që Kosova ka me fitu 2-1. 0-0 vazhdime fiton Kosova. Besoj që fiton Kosova në vazhdime. Fiton Kosova me rezultat 2-1 pas vazhdimeve. 3-1 për Kosovën. 2-1 për Kosova. Unë mendoj 2-2. 1-0 pas vazhdimeve për Kosovën. Mendoj që ka me fitu Kosova. 3-1 për Kosovën. Fiton Kosova 1-0 me golin e Vedat Voricit, eventualisht Kristin Kastrone. Në rastin më të mirë, 1-0 për Kosovën. Parashikimi jam është 2-1 për Kosovën, fiton në vazhdime. Unë jam mendoj që kam punë 1-0 për Kosovën. Këto ishin mendimet e kolegëve tonë në Telegraf. Me shumë besim të dadanët, besoj që Kosova do të fitoj 2-1. Jemi dadanët, jemi Kosova, jemi dadanët.